nderuar miq, do të flasim për situatën politike në këtë fund gushti edhe fillimin e sesionit të ri në Kosovë. Tashmë ngjarjet kanë qenë të vrullshme atje këtë verë. Qeveria akoma nuk është konstituuar, akoma nuk kemi një emër për presidentin, pavarësisht takimeve të fundit të Kurtit dhe Abdigjikut. Kriza duket sikur do të na shoqërojë edhe në vjesht dhe sipas gjitha gjasave do përgatitet Kosova për një tjetër palë zgjedhjeve. Por ndërkohë, ditët e fundit ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe jo vetëm Kosovë, por edhe më tej edhe dosja e spionazhit të Fatmir Shehollit. Por për këtë, për shumë të tjera deri së fundmi për marrjen e shtetësisë së pasaportës nga Bojken Abazi dhe të tjera, do të flasim një intervistë, një bisedë. Kam kënaqësinë që sot kem të ftuar komandantin Zavir Berisha. Zoti Berisha, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Komandant, ditë të vështira këto për Kosovën, duket sikur më vështirë është betejë në paqe sesa në luftë. Po shiqo, ne në fakt si gjenerat, si popullat tërsi kemi kalu kohë vështira. Jo vetëm ne në Kosovë, por edhe ju në Shqipëri, në vise tjera shqiptare. Mirë po, me gjitha to, kulminacioni i të arriturave, i zhvillimeve pozitive, ka qenë në ndryshimet Shqipëri dhe domethënë në lufta e lavdishme USHK-s 88-89 që vazhdoi pastaj filiali USHK-s me luftën në Lugin Preshevës dhe me ushtrinë kombëtare çlirimtare në Maqedoni. Dhe me gjithë këto zhvillime kemi menuar se domethënë e kemi kapitalizuar një pjesë të mirë të kërkesave të shqiptarëve në trojet e tyre. Pastaj politika është politikë, ka batica dhe zbatica. Mirë po, zhvillimet e fundit, veçanërisht në Kosovë, në këto momente delikate, edhe për geopolitikën, edhe për zhvillimet që janë duke ndodhur kudo në botë, neve që kemi një pikë djers për këtë vend, nuk na lënë indiferent, prandaj me shqetësim jemi duke i përcjell zhvillimet, natyrisht kemi edhe mendimet, edhe opinionet tona për gjitha këto zhvillime dhe sigurisht edhe mundësia për me kontribuar që me dal nga kjo situatë. Unë përveç angazhimeve të para luftës në luftë, unë kam qenë në 3 mandate deputet i Parlamentit Kosovës, kam qenë në legjislaturën e 3 e cila ka shpall pavarësinë e Kosovës, kam qenë edhe në legjislaturën e 5 edhe të 6 si deputet, prandaj me gjithë angazhim jetësor. Nuk pa përmenda në hyrje postën që keni mbajtur pas, sepse ju do jeni përjetësisht komandant. Kjo nuk do harrohet asnjëherë. Okej, unë kam qenë ushtar i Lirisë Kosovës me përgjegjësi të caktuar. Unë bashkë me shumë miq shok, një pjesë e tyre janë herojtë Kosovës, disa padrejtisht janë të kidnapuar tash 6 vjet nga një gjykatë politike në Hag, që janë kolegë dhe moshatar të mi, jemi gjenerata që kemi përgatit luftën për dallim prej një pjesë që jenë konë aktiv, kanë marrë pjesë në luftë, por i ka zonë lufta, sepse ne gjithë kur i referohemi luftës, nënkuptojmë 98-99, mirë po unë jem prej atyre, domethënë që në 93-ën e kom sulmuar stacionin e policisë serbe në qendër Prizrenit, një 2-3 muaj pas sulmit që ka ndodhur në Drenicë nga komandanti legjendar dhe luftetarët e USHK-s që ishin në fillet e para, domethënë Hashimi, Samia e kështu me radhë. Pra, me gjithë këtë kalumen ton, ne kemi menuar me një moment se e kemi realizuar objektivin dhe synimin jo veç tonën, po edhe të shumë gjeneratave. Po në anën tjetër, përsëris zhvillimet e fundit, veçanërisht në Kosovë, nuk po mujnë me na lënë indiferent, edhe pse kanjherë po na shkon mendja tash për shkak edhe të moshës, dal mu të rek, po tërheqja jonë këto rrethona do bëhen i bjerë një farë dërzërtimi i vogël prej situatës. Komandant, me gjithë eksperiencën tuaj dhe mënyrën si e lexoni ju atë që po ndodh para dhe pas skenave, ku do dalë Albin Kurti me gjithë këtë? Shiqo, unë për dallim prej 90% të njerëzve që janë duar të rokic të Albinit, unë e njoh drejt për drejt, sepse me gjithë këtë angazhim, thash, publik, politike, partijak, më ka ra rrugës edhe më me
me pas edhe kontakt edhe bashkëpunim, sepse në legjislaturën e 5 edhe 6, o kon edhe ajo koha kur ne kemi qenë opozitë bashkume kundër pushtetit atëherë kryeministri Islam Mustafa, që ishte DDK PDK. Por me kalimin e kohës unë po marr në përfundim se Albini nuk është ai që është shitën ose është prezantu me dogmat e tij bukur të sostifikume ka shi opinionit. Në momentin ku ka ardhur në pushtet, domthonë nuk bëhet fjala për një Albin i cili ka qenë në opozitë dhe gjithë angazhimi dhe veprimtaria e tij domthonë ka qenë me prapavi, sepse puna po tregon tash se domthonë atëherë si opozitar shumë i zhurmshëm, patriot ekstrem, që po del se ka qenë patriot me bateria, domthonë faktikisht po delen si kryeministër bukur me dilemat mëdha dhe me dyshime për shkak të angazhimeve veprimtarisë, por edhe qeverisjes. Qeverisje e cila tashmë e ka futur vendin në kaos dhe raportet miqësore tradicionale të krijuara me shumë mund në vitet 90-ta e veçanërisht në luftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me disa nga vendet mike të Perëndimit i ka prunë në nivelin zero. Dhe këtë situatë fatkeqësisht që jemi e dëshirojnë vetëm ata që nuk ja dojnë të mirën Kosovës. Dhe tash unë nuk po them si Ramushi drejt për drejt dorë zgjatur e politikës serbe në Kosovë, po punën që është duke bërë bashkë me rrethin, me njerëzit që rrethojnë, domthonë nuk ose është në kontinuitet të angazhimeve që ka bërë Kosova para luftës, gjatë luftës e veçanërisht mas luftës me partnerët tonë për forcimin e shtetësisë vendit. Si do mbyllet e gjitha kjo? Mendoni që do ketë tym të bardhë tani në shtator për institucionet? Nuk pres. Unë në momentin kur kanë dështu zgjedhjet, po më formimi i institucioneve dalur nga zgjedhjet e 28 dhjetorit vitit kaluar dhe jenë shpallën zgjedhjet për 7 qershor të këtij viti, unë atëherë kuptonën këto zgjedhje janë e ku marrë me simbolikën e sportit, janë lojë miqësore para përgatitjes, sepse finalja do të marrë në vjesht. Domthonë që nën kupton se zgjedhjet do të marrën edhe një herë. Albini nuk është interesuar me formu institucione, ai ka 2 arsye thelbësore. Për shkak se me marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit në raport me Serbinë, domthonë ka bë lëshime të jashtëzakonshme Serbisë, që janë dom jashtëzakonisht i madh për Kosovën, për mos me thonë si profesori i nderuar Enver Hasani ka bë trati, domthonë kombëtare vendit, sidomos me pikën 7 marrëveshjes të aneksit në Ohër. Pastaj na du ta kem parasysh gjithë, edhe ata që na përcjellin. Ne aktualisht në këtë mandat kemi një administrat amerikane dhe një president që domthonë është i drejt për drejt dhe nuk do shumë lajka domthonë në vendimet dhe në komunikime. Dhe obligimet që i ka marrën Albini ka shi bashkisë ndërkombëtare, veçanërisht atë planin që për mendimin tim është tepër i domshëm franko-gjerman, ai duhet ta zbatojë dhe në momentin që krijohen institucione stabile, ai duhet të mu përballet domethënë me kërkesat e ndërkombëtarëve që kanë qenë zotime edhe të tij domethënë në bisedimet me Serbinë. Përjashtu anën tjetër që ky duke bërë edhe shkelje ligjore e kushtetuese edhe të ligjit të cilin vetë ka miratu, ky është duke qeverisur edhe pse në të njëjtën kohë është deputet që bjerë ndesh, domethënë edhe me kushtetutën edhe me ligjet në fuqi. Thjesht vendin e ka prunë me një gjendje kaotike të funksionimit të institucioneve, me shkelje ligjore të përçdoditshme dhe nuk e di, nuk muj kështu hipotetikisht me thonë diçka specifike, po thjesht me përgjithësi muj me thonë se ky është duke bërë një regres të madh të Kosovës në raport me edhe njerë për them me angazhimet që ka pas deri tash. Zoti Berisha, mund të ketë një ndryshim të situatës në betejën që ju thoni që do të jetë rradhës në vjesht të zgjedhjeve të reja me ndonjë vendim pozitiv që
sigur e presin gjithë me atë që mund ndodhë në 16 shtator në Hagë, aty ku ju theksoni që është epopeja e UÇK-s para gjyqit. Po, unë në fakt erët e kam qujtën epoka e UÇK-s para gjyqit të Hagës dhe me 16 shtator, domethënë kjo epokë do ta merren një verdikt natyrisht që ne e presim pozitiv dhe të favorshëm për ne, edhe pse kemi dilemat për shkak se kjo gjykatë është politike. Unë edhe me një emision të mëhershëm kum folët edhe te ju se si ka rrjedhën domethënë themelimi i kësaj gjykatës me insistimin e përfaqësuesit rus në Këshillin e Evropës me inkorporimin ose regrutimin e dikmartit nga shërbimi sekret serb e kështu me radhë dhe dosjet që e ndërzu për cilët unë në ndorë vetë kam qenë domethënë në Hagë i marrën në pyetjet për të kalumen dhe angazhimin tim gjatë luftës. Po sido që t'jetë një dritë e vogël në fund tunellit, shpresoj se po shihet për shkak se kemi një vedisim dhe disa nga partirët tonë atër që kanë insistuar me themelu gjykatën, sepse gjykata siç e dini edhe ju edhe ata që na përsjellin është themelu domethënë për një shtëpi gjoja të verdhë në Shqipëri për transplantim organesh, gjë që ka qenë në fantashkencë, e kam thonë edhe në televizion në Kosovë. Sot Kosova 25 vjet mas luftës edhe me spitale moderne është e ka pamundshme me bën transplantim e jo në atë kohë me briska dhe gërshon për luftë që ne s'kemi pas bukë me hongër e jo më marrë me organet. Kjo ka ra poshtë, mirë po në momentin që ka ra poshtë, gjykata ka vazhduar domethënë me sajesat që janë bën prej Serbisë dhe bashkëpunëtorëve të saj në Kosovë që me gjas kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë shumë që punojnë, sepse në fundit afër 100 vjet Serbia ka qenë këtu për mos më u bën shumë banal një pjesë me gjas edhe ja kanë rrua ADN për këto 100 vjet, sepse lejet që punojnë për Serbinë, po edhe mendojnë si Serbia në raport me Kosovën dhe të ardhmen e saj. Pra rikthimi i tyre mund të ta ndryshonte situatën politike në Prishtinë? Siç unë mendoj se bën një mobilizim të një shtrese e cila po ka shumë e ka plotështue aktivitetin për shkak se nuk kemi ndonjë lider domosdoshmë karizmatik të vendosur dhe me synime dhe objektiva të qarta. Unë thash personalisht i një 4 një pjesë kohës i kum pas bashkëpunëtor, bashkëpartijak dhe domosdoshmë Tazon PDK-ja sot është në dorë të disa njerëzve që nuk kanë shumë peshë brenda partisë, mos folim brenda elektoratit përgjithshëm në Kosovë. Sigurisht se kthimi i tyre do t'ja jep një injeksion domethënë edhe zhvillimeve politike, por para se gjithash do t'ja jep një përgjigje gjithë asaj fushate që ka bërë Serbia përmes bashkëpunëtorëve të vetë kundër luftës së lavdishme të UÇK-s, kundër të arriturave të UÇK-s, sepse ju dhe ata që na përsjellin e dini se para 6-7 vite para se më ardha Albini e pas shpik një farë slogani që Kosova 20 vjet pas luftës është shkatëru, domethënë në fakt Kosova 20 vjet pas luftës është zhvillu, sepse nëse është shkatëru pas luftës, nën kupton që në kohë të Serbisë të okupimit kemi qenë mirë dhe tash jemi keq. A ne që e dim, ne kemi fillu pe zeros, saqë në Kosovë nuk ka pasën edhe certifikat lindjes domethënë me lëshue, domethënë çdo gjë ka fillu pe zeros, mirë po ja që kjo propagandë financuar sigurisht edhe nga shaqet e caktuara anti-Kosovë ka arritën me pas një dominancë të një pjesë e qytetarëve me mendim të kufizuar kritik dhe e ka bot vetën, e ka sjell Albinin në pushtet dhe tash natyrisht jemi dypoj vujtur domethënë pasojat e asaj ardhje në pushtet. Përqendruar edhe pak tek katërshja e madhe, çfarë mendoni që ka lënë të nuk kuptohet Vučić që deklaroi sot se sipas tij pra në thelb tha që do të lirohet? Shiqo, Vučići çdo deklaratë e jepën domethënë me prapavi. Një pjesë njerëzve të tij, siç ishte edhe rasti i fundit Sheholli, që punojnë me të madhe në Kosovë, e që
për fatin e keq një pjesë janë edhe pjesë e mediave publike, domethënë i lexojnë ndryshe këto deklarata. Dhe i lexojnë në formën që faktikisht ata që i kanë manipuluar për afër 10-15 vjet me vazhdu me i manipulu, se në fundit as Vučići, po asnjëri nuk e di vendimin përfundimtar të trupit gjykues. Në anën tjetër, Vučići mund me ditë një të vërtet se gjithë ajo aktakuz është e sajume dhe krijume pe Bijas, trashëguese e UDBA-s, shërbimit famkeq sekret serb, dhe nëse Vučići o bindën se domethënë nuk i kanë pi ujë gjithë ato materiale që llogaritet me mia dosje, atëherë edhe mund ta ketën të drejtë, domethënë që preten me pas gjykim lirus, sepse presim të gjithë ne. Presim për shkak se ne e dim kush është Hashimi, Kadria, Baca Jakub, kush është Rexha dhe kush është ushtria qeverimtare e Kosovës, pavarësisht asaj ndeshje që është bë organizatë e përbashkët kriminale, sepse nëse UÇK-ja ka qenë organizatë e përbashkët kriminale, atëherë edhe NATO ka qenë pjesë e angazhimit të kësaj organizate kriminale që domosdoshmë nuk e kapën as logjika normale e një qytetari të rëndom. Për të kaluar tek dosja Sheholli që ju e nisët dhe e përmendët pak më lart zoti Berisha, çfarë nënkuptoni ju kur thoni që imagjino çfarë është në gjendje të bëj Serbia në Kosovë me këtë rrjet spionësh dhe agjentësh që kanë ngritur, pra duke parë që çfarë doli nga ajo dosje. Shiko, unë po du me bën një ndërhyrje të vogël këtu. Serbia nuk e ka bën rrjetin e agjentëve. Serbia ka pasur, se Serbia ka qenë 100 vjet këtu. Nëse ne në 99-ën me ndihmën edhe të NATO se kemi larguar administratën, e kemi larguar policinë, ushtrinë dhe grupet paramilitare nga Kosova, nuk ka nënkuptuar se ne e kemi larguar edhe rrjetin e bashkëpunëtorëve serbisë. Dhe unë edhe si deputet në 2017 kur i kum reaguar 2 deputetëve të LDK-s që për fat keq tash në kryet LDK-s, atëherë nuk kanë qenë Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku, të cilët zakonisht kur ka fushata zgjedhore, në prag fushatave fillojnë me i përmendën vrasjet politike. Dhe atëherë kum reaguar parafrazoj vetveten në emisionin e juaj. Pse shqiptarët gjatë gjithë kohës du të me akuzu njërin tjetrin për gjona që nuk kanë fakte e me amnestu Serbinë. Arrestimi viteve të fundit i 7 spionëve, domethënë në 5 të cilëve shqiptar që vazhdojnë me punu me Serbinë, menoj se edhe njerin më laik edhe më naiv du të me bindën se Serbia domethënë atë rrjet vetëm që ka mundën me forcue në Kosovë. Dhe unë dyshoj edhe vrasjet që ka ndodhur mas luftës me cilët për fatin e keq ende mirëm me zveti, ne kush e boni, pse e boni, janë rastet të cilët i ka bë Serbia përmes njerëzve të vet, të tipit Sheholli që mund me konën jo me qindra, po edhe me mia. Ne kemi domthon përjetime në luftë, një pjesë e luftetarëve, udhëzëve të luftës kanë rënë në prit, për shembull, janë dëshmor. Unë vetë jem njëri prej ushtarëve të UÇK-s që kam ra 3 herë në prit. Nuk ka pas mundësi Serbia në ora 2 pas mesnatës me ditën që unë jem të dal nga zona lirë për një mision, domethënë jashtë zonës që kontrollohet UÇK e kontrollohet UÇK-ja për me mazon pritën. Pra ju thonë që edhe brenda UÇK-s ka pasur të infiltruar. Po sigurisht, tash rasti Nazim Vllacës është tash i njohur, edhe rasti tjetër i parafundit një debilli që në kuvend Kosovës bërtitke për ekzekutimin e Ramush Haradinaj, e në fakt ai po delën që ka qenë në disa ditë në UÇK, e në anën tjetër është publike i botum një libër e një kryespioni serb ku e përmandën për aktivitetin që ka bën në shërbim të bijës serbe. Pra, edhe atëherë në kohë lufte nuk kemi përjashtuar, edhe pas lufte, po dhe sot kur po flasim me ju, nuk e përjashtojmë se
Serbia, domethënë rrjetin e vet të shpionazhit e ka të shtrim gjitha poret e jetës, për cilën ne duhet më konë të kujdesshëm, sepse në shumicën e rasteve një pjesë e madhe e masave po bjerë viktime propagandave, po kjo nuk është që atakon vetëm Kosovën, kjo të atakon edhe Shqipërinë, atakon edhe shqiptarët në Lugin Preshevës, ma shumë prej gjithve, edhe në Maqedoni. Pra, Serbia si partner strategjik i Rusisë, i një vendi që është interesum për një Ballkan të razum, është interesume veçanërisht në këto vende, 5 vende ku jetojnë shqiptarët, me pas trazira dhe mos me pas stabilitet. Unë besoj se në moment i fundit, kudo që jemi shqiptarët, pavarësisht bindjeve politike apo fetare, ku është një pyetje domon e ardhmja dhe perspektiva e vendit tonë duhet me menu ma ndryshe dhe mos mi marrën çdo informat në këtë kohë të botës moderne, informative, sepse shumë sende po servirohen dhe nëse analizojmë pak përjashtu që unë këtë çështje në kohën kur kam qenë zavendës ministër për siguri kibernetike në mënyrë profesionale jem marrën dhe tash ne e dim burimin ku e kanë kjo propagandë që prekën Kosovën, prek Shqipërinë, prekën Maqedoninë, prek Bosnjën, prek Malin e Zi, sepse ne në nishë të Serbisë e kemi qendrën e shpionazhit ruse e kamufluar si qendër humanitare dhe tash domethënë e gjithë bota perëndimore e di se ajo qendër domethënë është një kali Trojës brenda një rajoni ku perëndimi është duke investuar për me qetësuar dhe stabilizuar. Zoti Berisha, atë ju si e keni njohur, nëse e keni njohur, a keni pas kontakte ndoshta me të përpara shehollin, pra e dini çfarë dini de facto nga ajo që de jure publikua ndosje, kishit rastisur me të? Jo, unë nuk e kam njoftën fizikisht asnjëherë, por ndryshe kur ka filluar më prezantuar në opinion si analist, si përfaqësues i disa organizatave jo qeveritare, mu ka kthye koha luftës, sepse besoj se edhe ju edhe të tjerët e dini se ushtria shqiptare e Kosovës, babën e tij e ka likviduar si bashkëpunëtor të UDBA-s. Grupi i Po, faktikisht me një farë forme ky paksi me sarkazëm gjitha paraqitjet publike kalon me nënkuptue se ky ka punu për UDBA-n serbe para luftës, po pastaj pas luftës me demek o bo burre mirë. E në fakt po delën se domethënë ka qenë njëri prej shumë akterëve tjerë që veprojnë në Kosovë e i cili ka marrën sugjerime pe Serbisë për angazhimet e tij dhe menoj që dosja e bërë publike domethënë te kalonën rekrutimin individual të shehollit në bijan serbe, sepse aty flitet për një rrjet njerëzish që përfshin edhe vetë Shqipërinë, sepse për disa nga dokumentat ai në intervistë me prokurorin ka thonë se ja ku ndërpunë edhe dokumentat të Albin Kurtit në mos gaboj, dosjen për Kurtin. Jo, me rëndësi domethënë nga pozicioni bashkëpunëtorit BiS serbe, ky faktikisht ka marrë kontakte me njerëz edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, që lëm me nënkuptue se bëhet fjalë domethënë për një rrjet më të gjatë se. Pra ju thoni që edhe në Tiranë, edhe në Shkup ai ka pra shokët e tij për të thënë më thjesht, sheholli. Që unë tash mos të rikthehemi në kohën e viteve 90-ta, të cilën bashkë me ju e kum kaluar gjithë atë Shqipëri të trazume, domethënë prej 92-s për herë parë maleve ku marrë Shqipëri për me marrë armë për Kosovë, 93-ta, 97-ta që ka ndodhur Shqipëri dhe vetëm naivi më i madh mundet me menu se ato janë konën domethënë rastësore, domethënë ato zhvillime dramatike që i kanë kushtuar shumë Shqipërisë. Ne edhe atëherë edhe sot edhe njerëzit që janë më të informuar dhe që kanë pas përgjegjësi e dinë se shërbimi sekret serb dhe shërbime tjera domon kanë pasur në gjitha ato trazira dramatike. Miloševići vetë atëherë që Shqipëria është bërë që me një skuadër gjatarësh mund të shkosh në Durrës. Po shiqo, ai natyrisht o kon domon kryetar një shteti
domethënë armik me pretendime historike që nga Mesjeta, ardhja slave në Ballkan për daljen në Adriatik, mirë po s'ka mujt me gjaktar se nëse Shqipëria 97-ën, cilën e kemi përjetu vetë duke qenë në Shqipëri, është shem shteti dhe institucionet, aty ka pas shqiptar. Edhe Serbia ka provue edhe 1912-ën me deportue, po s'ka mujtën, pavarësisht një ushtrije të organizuar, sepse ne i kemi pasën domethënë trimat e lumës që ja kanë nal pritën dhe kështu që pavarësisht situatës që ka qenë Shqipëria nuk ka mujtën më marrën me një shoqat gjaktarve, sepse edhe për UÇK-n ka menuar që është shoqat e gjaktarve, mirë po i ka dalën që sot një thonje në Kosovë dardh me bisht. Zoti Berisha, edhe diçka mendoni që prap ka të tjerë edhe pjesë e medias, edhe prime time-et kryesore që sponsorizohen për këto narrativa, sepse Sheholli në mediat në Shqipëri masivisht, jo më në Kosovë. Ju vetë jeni gazetar, po ka shumë e dini, mediat e pavarura shpesh financohen, jo shpesh, po financohen domethënë nga donacione. E keqja qëndron në disa momente që burimet e aty në donacioneve nuk i u lumtojnë. Dhe thash për mbijetesë si në Shqipëri, si në Kosovë, mediat kanë njerë domethënë bëhen ma neglizhente, domethënë nuk është se u lumtojnë domethënë burimin e donacioneve dhe faktikisht donatorët fillojnë me i bën faktor. Në për emisione me i bën analista, me i bën politikan, unë me keqardhje, po du ta them diçka pa desh me lujtë rolin e akris ose shërbimit sekret. Sot i kje deputet në Parlamentin e Kosovës aktualisht në këtë legjislatur, i cili ka qenë i promovum si analist në për televizionet e Kosovës, e që e kalumi ati është ma dyshim se e Shekollit. Dhe këtu qëndron fatkeqësia që... është në pushtet, pjesë e shumicës, është pjesë e shumicës? E shumicës, natyrisht, po du me parafrazu një mikun tim, Daut Haradinaj, domethënë të gjithë vetvendosja. Ishte një rëtim gjatë mbrëm Haradinaj. Po, e gjithë vetvendosja nuk është udhbashe, po të gjithë udhbashët janë vetvendosje. Dhe a dini pse? Se nuk e ka spjegue Dauti, sepse ata domethënë akmarrin ndaj neve që nuk e kanë arru për shkak se ja kemi prishën kumarin me Serbinë, ose unë si e kam atë shprehjen vllaznim bashkimin me Serbinë. Dhe ata fillimisht pas luftës jenë konën të inkorporuar pjesa dërmuese tyne në LDK. Mirë po LDK-ja bëj ke koalicion me PDK-n ose AK-n si kraj luftës. Dhe në momentin kur Vjosa Osmani u bashku me Albinin, ai e morë gjithë atë llymin e njerëzve të mbetur nga Serbia dhe i boni bashkë në vetvendosje, por që tash me largimin nga Albini nuk mujti me rikthyer më në LDK dhe mbetën domethënë kretë në koshin e plerave të Albin Kurtit. Zoti Berisha, ju mendoni që Kurti është i rekrutuar gjatë kohës që ka qenë në burg apo jo? Në cilën anë qëndroni? Unë edhe sot me disa miqë dhe bashkëpunëtar të mi, kjo temë e përditshme edhe në kafën e mëngjesit. Ne zakonisht ku i referomi shpionazhës sërbe, i referomi udbës, domthonë famkeqe që është sot bija, po ne harrojmë një shërbim sekret që është shumë më i rrezikshëm se bija sërbe, se shërbimi publik, shërbimi sekret i ushtrisë. Dhe ne që e kemi kryer ushtrinë e detyrueshme në kohë Jugosllavisë, e dim se kush është shërbimi sekret i ushtrisë jugoslave tash i Serbisë. Dhe 90% e të rekrutumve në shërbimin sekret serb janë për shërbimi sekret të ushtrisë, sepse atëherë o bë fjala për gjenerata të reja. Unë në moshën 19 vjeçare kam shkuar ushtar në kohën e Jugosllavisë. Dhe unë e di, domthonë, ai oficeri lartë i sigurimit të ushtrisë kur më ka marrë në pyetje për shkak se unë i kam pas 3 vëllezër në burg për politikë si anti-jugoslav. Dhe nëse dikush, jo dikush, por një numër i madh i neve shqiptarëve ju kemi përballuar presioneve të shërbimit sekret ushtarak. Nuk kupton që i kanë përballuar të gjithë.
dhe unë për kujtesën e juj, me se edhe për nga mosha jeni i ri, kje me qindra shqiptar gjatë viteve 80 dhe 90 që në këthyje prej ushtrisë Jugosllavisë të vrarë me ma atë postulatën kanë bon vetvrasje. Domethënë që nuk është e vërtet. Domethënë jo një, jo dy, me qindra shqiptar janë kthyer të vramë në arkivole, sepse janë kanë në presione të ndryshme. Thash, jo të gjithë kanë mund me përballu. Dikush domethënë ka përfunduar tragjikisht, dikush ka përfunduar gati i Serbisë, dikush ka mujtën 12 muaj me i përballue i vujtën e i përvujtën, po mos mu dorëzu si pjesa dërmuese e neve që kemi qenë në atë ushtri të detyruar. Pra kur ti mendoni që e ka gëlltitur luajtën e Kornës? Unë thash që nuk mund me luajtën rolin, por unë duke pas parasysh se kum pas 3 vllazën në burgjet e Serbisë, domethënë nuk përjashtohet domosdoshmë interesimi i Serbisë për me regrutu, se Serbia ka regrutu edhe të burgosën politik që ka rënë në burg si anti-Jugoslav, anti-Serbi, po që ka ndalë be burgit domethënë si bashkëpunëtor Serbisë. Domethënë kanë filluar mu privilegju si burgosën për shkak që domethënë kanë qenë të sjellshëm në burg, gjysmën e burgit ja kanë falën. Për këto edhe Boca Adem Demashi, sepse ka vujt burgin me vllajën e madh. Më dole mua aty ku do të pyesja, sepse ju thatë që ka vujt burgun, po Demashi tha që vërtet Kurti pranoi para gjyqit që ka qenë sekretari, po atje kanë mbajt mirë, kanë trajtuar mirë, në mos gaboj, ka thënë kështu? Po tash u mbajt mirë, diçka e tillë. Sekretari dhe ata që na përcjellin. Si ta kupton? Sido që të jetë, unë po du m'ja kujtue atyre që kanë harruar se është i burgosi vetëm që është serviruar në oborrin e burgit një konferencë për shtyp, domethënë ka dhënë konferencë për shtyp për media, domethënë një i burgosën, imagjino ata që e kanë përjetuar burgin e Serbinë e dinë se a ka mund të një burgosën, kur kemi parasysh edhe fatin e të madh të filozofit që e kam njoftën edhe personalisht Ukshinotit, se si ka përfunduar. Po tek dosja flutura, çfarë bëhet më shumë përshtypje? Po shiqo, unë me thonë drejtën, një pjesë të saj e kum pas parasysh pa u bë publike për shkak se ajo është doktrinë e vjetër e Serbisë në raport me Kosovën dhe trojet shqiptare. Domthonjë forma se si Serbia me denegru shqiptarët ose Kosovën në këtë rast me tekst veçantë para botës perëndimore është një çështje që Serbia si orientim dhe platformë vetën e ka shysh në vitin 1912 në ardhjen e tyre në Kosovë. Kështu që nuk ka qenë ndonjë risi edhe kjo ndërlidhet domethënë edhe me ato akuzat publike që janë bërë edhe të arrestuarit tjerë që kanë ndodhur domethënë këto viteve të fundit, sepse megjithatë objektivi i Serbisë është një, që Kosovën me paraqiten më ndryshe se që është tash perëndimit. Pra xhamit janë rrezik. Jo, shiqo, xhamit politike janë rrezik. Xhamin ka pasën edhe para ardhjes së serbëve domon në Kosovë, në vitin 1912. Mirë po, xhamit politike edhe ju e dini se në vitin 2013 ka pas një ndërhyrje të institucioneve të sigurisë për shkak se ka pas deportuar përmes organizatave të ndryshme gjoja humanitare në Kosovë, edhe domosdoshmë segmente të cilët kanë dalur nga islami tradicional që shqiptarët për shekuj e kanë bartën, edhe e kanë domosdoshmë kultivuar. Kemi domosdoshmë një politizim të fesë, po jo vetëm të islamit, sepse ne tash kemi edhe grupe tjera domosdoshmë që thirrën në emër të krishterizmit dhe që kanë hapur një front publik dhe që është i rrezikshëm, dhe unë ish malar se dje kam kërkuar edhe nga kryetari i Bashkisë Islame dhe nga krye i peshqve i Kosovës me u distancuar përmes një konference publike nga këto ekstremet të dy feve, sepse gjithsesi duhet me u konë bindun se kjo situatë shkon
në mullirin e Serbisë. Edhe një pyetje të fundit kam, e di që te kalova kohën, kërkoj ndjes, por duke qenë se ju kam në këtë bisedë dhe ju jeni thesar për këtë çështje, aq më tepër me që i keni prekur vetë komandant. Ditët e fundit sikur është tensionuar çik situata këtë verë, ndoshta edhe nga temperaturat tu tek ne. Së fundmi ishte kryeministri Malizzi që tha 2 vende po përgatisin sulme hibride ndaj Podgoricës, media thanë është Shqipëria me Serbinë, një pjesë tjetër e mediave thanë që është Kroacia me Serbinë. Në Maqedoni gjatë kësaj vere ka pas shumë ish zyrtar edhe Ljubjo Gjergjevski që e shikthyer çështjes së ndarjes së Maqedonisë. Po, pra, shkojmë këtu te rajoni jon, duket sikur nga momenti në moment mund pëlcas. Ju, domethënë nuk hasni diçka të tillë që mund të ketë një konflikt? Jo rastisht unë përmanda qendrën e shpionazhës ruse dhe misionin e saj në shtetet e rajonit. Para se me bë këtë pyetje, unë dosh me nënkuptuar. Shqipëria nuk është e interesuar, jo që nuk është e interesuar, po domethënë si antare e NATO-s nuk ka kurfar logjike veç me i shku mendja për sulm kibernetik ndaj Malizzit, ndaj një vendi tjetër të NATO-s. Mirë po kretë është ajo çorba që përgatitet në kuzhinat e Beogradit, siç e them unë, dhe që për fatin e keq opinioni ynë pe gëlltitën. Fatkeqësisht pe them edhe një edhe përmes mediave që ja servirojnë në formën si ja servirojnë. Çështja e Maqedonisë ka qenë delikate vazhdimisht. Unë edhe në një intervistë në 2001 kur e kam dhënë, ku ka shpërthyer lufta, unë jam kon për një shtet domethënë federal me 2 republika. Mirë po, me ndërmjetësimin edhe insistimin e partnerëve ndërkombëtar, atëherë rujtën Maqedonia që është dhe për cilën merit gjithsesi ka njëri nga prisit e ushtrisë shqiptare kombëtare, zoti Ali Ahmeti. Dhe unë mendoj se unë kam qenë gabim në raport domethënë me ta, për shkak se ne nuk mund ta krijojmë një Maqedoni me 2 republika në një perspektiv mundo, sepse Maqedonia është e tëra e shqiptarëve, pavarësisht pretendimeve greke, bullgare e të tjera që kanë. Por nuk bën mu befasu veçanërisht në Maqedoni dhe në Mal të Zi, sepse ju e dini se Zavens kryeministër është domethënë një person domethënë që është publikisht i njohur si bashkëpunëtor i BIA serbe, domethënë i komunitetit serb. Në anën tjetër e dim që në Malizzi, domethënë kemi një dominancë të partive pro-serbe domethënë nëpër institucione. Për ato domethënë përikthehem në ato që fola më herët, se shqiptarët sido që të jetë duhet të bëhen më unik në këto momente delikate të zhvillimeve, jo vetëm në rajon. Komandant, falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që pyetjet e shumta që sigurisht më mbeten nga kjo bisedë ti trajtojmë një tjetër bisedë, por me shpresën që herën tjetër ne të dëgjohemi për lajme të mira dhe për lirimin e katërshës së madhe. Unë të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Sukses. Faleminderit shumë.